të shkojmë në Shkodër, do të bisedojmë me drejtuesin politik të koalicionit opozitar të Partisë Demokratike, Luciano Boçi, gjithashtu dhe kandidat pjesëtar i listës sigurisht të mbyllur të partisë. Me mbrëma zoti Boçi, cila është atmosfera në kampin opozitar në Shkodër? Atmosferë pune, angazhimi, kontakt me qytetarët, me strukturat e Partisë Demokratike, prezantim dhe lançim i programit dhe bashkuar në një qëllim vetëm, arritjen e fitores datës 11 maj. Në 2021 Partia Demokratike fitoi në Shkodër, kujtojmë bashkë shifrat, 5 vende nga 11 që ka qarku i Shkodrës, domethënë rreth 44% të votave. Partia Socialiste fitoi 3, rreth 28% të votave. Ju çfarë objektivi keni konkretisht në Shkodër përveç objektivit të madh që e përmendët, që është fitoria? Po, sigurisht tani ju dhat një rezultat 2021-shit, por s'kishi pse e përmendshit, pasi bët një analizë përgjithshme. Një detaj nuk u tha aty që ndarja e një mandati 6 ishte në një diferencë prej 800 votash. Ishte kjo diferencë që nuk e mori dot Partia Demokratike si numër votash, me qëllim që ajo të arrite rezultatin e saj të 6 deputetëve. Dhe në kushtet e reja, në mënyrën se si është pritshmëria, në mënyrën se si jemi paraqitur ne si forcë politike dhe si ka ardhur ajo pjesa e dominancës dhe rotacionit politik, kërkesa për ndryshim, na çon ne drejt një parashikimi shumë optimist se 2021-shi synojmë të marrim sa më shumë mandate, duke kaluar edhe mandatin 6, sepse tek e fundit to janë objektiva, janë pika që vendosen me qëllim që të arrijen dhe sigurisht angazhojnë edhe pjesën e strukturave dhe japin mesazhe të qarta edhe tek qytetarët për zgjuar atë vokacion të djathtë që Shkodra e ka, që ka pësuar një thyrje në 2023, jo për shkak të vokacionit, por për shkak të metodave kriminale politike të përdorura në Shkodër, dhe që ne mendojmë që ky vokacion të bëjë diferencën dhe sërish Shkodrës ti kthehet ajo pamja që gjithmonë ka pasur si një bastion i zgjathës, por megjithatë si lokomotivë e fitoreve të Partisë Demokratike dhe vlerave demokratike. Kushte të reja, thatë ju, janë krijuar kushte të reja, por nuk përmendëm një faktor tjetër, LSI në 2021 gjithmonë ka fituar rreth 9% të votave, ka marrë një mandat, ndërkohë që faktori Çela në Shkodër, e njohim të gjithë, personin nuk është më aty, nuk është më në opozitë, është bashkuar me Partinë Socialiste. Ndërkohë, qeveria ka ndërmarrë investime në shkallë të gjerë, në qytet, në zonë e tjera, kuptohen përse. Si ndikojnë këto rrethana në këtë ekuacion, pra? Tani ju përmendet këto që ndoshta ju duken më të rëndësishëm nga këndvështrimi juaj mediatik, se nuk duhet ta paragjykoj. Ndërsa unë kam dhe elemente tjera, por megjithatë unë jam besnik ndaj pyetjes suaj. Më thënë, këto variable nuk është se kanë të njëjtin produkt në kohën që kanë ekzistuar dhe në kohën sot që kanë ndryshuar. Sepse kjo matematika politike për drejt nuk është matematikë klasike, është tjetër gjë, sepse në vërtet dikush mund të ketë bërë kapërcimin e ylberit nga një parti në një tjetër për shkak të interesave, por kjo nuk do të thotë që merr me vete të gjithë vagonat e votave dhe votat nuk janë trupa, bloqe, betoni apo tulla, por janë mendje, janë shpirtra njerëzish dhe si tilla nuk mund të ndjekin gjithmonë dikë që bën kapërcime për shkak të interesit. Aq më tepër që nuk kandidojnë vetë, kanë pjesëtarët e vetë, respekte është çdo angazhim politik i ri, është një kritje e re. Por kjo nuk do thotë që të ketë pasoja, domethënë pozitive për Partinë Socialiste. Ndërsa për çështjen e LSI-s ne jemi në një koalicion, sigurisht LSI-ja nuk e ka atë forcën, dhe nuk e ka forcën sepse lideri i saj është i burgosur politik. Apo jo, sepse dihet domethënë roli një lideri në një fushat, megjithatë çdo gjë është brenda një koalicioni dhe ju përmendët emra, unë e quaj analistimet këtë emrave, ndërsa unë nuk përmend emra. Partia Demokratike ka emrat e saj, ka qytetarë,
qytetarë devotshëm, qytetarë që jetojnë me sfidat e qytetarëve të tyre, është një vlerë e shtuar dhe bën diferencën, por mbi gjitha mos harrojmë që Partia Demokratike këtu nuk hyn as me dalje, as me timona, hyn me program, hyn me zgjidhje problemesh, hyn me ato kërkesa që qytetarët i kanë dhe i kanë pasur gjithmonë, si çështje që janë shtruar për zgjidhje dhe që përfundimisht duhen zgjidhur. Dhe ky është avantazhi dhe ky bën diferencën. Këto kalkulimet pastaj, unë e di, janë dëshirë e kurioziteteve, gjërave tjera, studiove, por nuk është se situata lëviz mbi këto shina. Situata politike, simpatisë, antipatisë, mbështetjes, lëviz mbi shina të tjera të komunikimit politik. Dhe me siguri do të kemi rast të bisedojmë. Dhe me siguri do të kemi rast të bisedojmë përsëri zoti Boçi. Ju falenderit, ne do të ecim tej.